Do të me qenë sinqert që barra kryesore këtu i takon kryeministit. E jo në është... Kryeministrit a kryetorit kuvendit? Cëtë kryetorit kuvendit. Nëse ka njës negociatat, negociat numri 2 vetë vendosjes me ta, e kom pa ka erë kryeministrit din, ose Besnik Bislimit, ose Glau Konjusës mi deleku do kompetenca. E tani është çështje taktikës edhe një që shë vlerësanaj. Por si dhe që tjetë, unë menoj që Kosova nuk e ka luksin me pa mundësin, se këtu nuk ka alternativa tjera. Ky diskursi që opozita mundet me formu qeverinë, opozita s'mu e formu qeverinë. Me qëta numra që i ka vetë vendosja, me 48 deputet, edhe me një 5-6 të komitetit Jeshumic që janë të barikadum blok për vetë vendosjes, nuk, jo që është zërë, është misioni pa mundun, edhe Kosova nuk e toleron, në thotë që 42.3%, se kërë përthojnë 40% që gjithin të hupq edhe një 2.3%. 42.3% e qytetarëve të Kosovës, që e kanë votu vetë vendosin ku të zëtë alternativen, që përkthy të kjo pjesë e etnisë shqiptare, i bjen 47 ose 8% e shqiptarëve që e kanë besu Albin Kurtin për kryeministër, nuk më dhe postu alternativ tjetër. Për shkak se ka jo stabilitet më ndaj. E tash, me qenë se ne mbajtëm zgjedhjen shkurt, në 8 orë i kemi zgjedhjet lokale. Raundi i parë. Në 9 orë i kemi raundin e dytë. Raundin e dytë. Nuk ka kurfar mundësie që ne me shku prapë edhe në zgjedhje, prapë edhe në shkurtin e zgjedhjeve tashme, kur duhet me pas tani president. Ne duhet me pas një qeveri, po duhet me pas, kjo shoqëni duhet me gjetë një konsenzus edhe në rastin e presidentit në vendit. Për shkak se 4 cikle zgjedhore, Kosovën tonë të vogël, mbrana një viti janë shumë. Edhe tash, edhe shkurja në zgjedhje, unë nuk jam prej atyre që besoj që mundet me ndryshu shumë. Qytetari paka shumë plus minus ku me qëndru të secili, të kjo nivelli përqindjes që ka qenë aktualisht. E tash nuk e kem në luksin, edhe duhet mi thirë arsyes gjithë secili, edhe duhet mi bo qeverin. Tash, a shkoj me një qeveri me pak numra, apo me një qeveri me një numër matë madhë të koalicionit, unë menoj që është qështje që në radhë pari takon kryeministit, ne si partner të vogël, mundu mu pajtu ose mësu mu pajtu, edhe pak o rëndësi ke vonë. Mirë, po qëndërimin... Kosova do të me pas qeveri dhe veni do të me jetës për para në kohën kur ka sidomos në rrafshin ndërkombëtar. Zhvillimet janë të jashtë zakonshme, ne nuk e kemë luksin mos me pas një qeveri. Qeveria duhet me bo, qeverin duhet me bo vetë vendosja, se ajo është fituesja e madhe e zgjedhjeve. Me dikë prej partive tjera shqiptare. Kryeministër duhet të jetë Albin Kurti, e tani me cëllën parti politike është zgjedhja e tij se cilën e zgjedh prej këtyre 4 partive. Emër nisme në AK-n, emër PDK-n, emër LDK-n, le ta përcaktën kryeministri. O është full diskrecion ti? Unë menaj që do thëtë rrëthi është këtë barra, ose kryesore, ose kanë figura frontale, e garës, e betejes, e besimit, e fitores të madhe